Përgjigja e njeriu të urtë. Disa persona shkuan te një njeri i urtë dhe i tha se një person mohon Allahun. I urti i tha: "Çfarë thot ai?" Ata i than: "Ai thot që unë nuk e dua të vërtetën dhe e dua fitnen. Thot, unë kam atë që nuk e ka Allahu dhe bëj atë që nuk e bën Allahu. Ai thot se kryen salavate pa abdes. E pas gjithë kësaj, ai thot që nuk jam i pa fe, qafir." I urti u tha atyre: "Të vërtetën ka thënë." Të habitur, ata i than: "Si qenë kanë të vërteta ato që thot ai?" I urti filloi të përgjigjej: "Kur ka thënë se e përbus të vërtetën dhe vdekjen, ai ka të drejtë. A kam ndonjë për ju që e don vdekjen? Kur ka thënë që e do fitnen, ai ka të drejtë. A nuk thot Allahu në Kur'an që fëmijët tuaj dhe pasuria juaj janë fitne, sprov? A ka ndonjë për ju që nuk i do fëmijët dhe pasurinë e tij? Kur ka thënë se ai ka atë që nuk e ka Allahu, ai ka të drejtë, sepse ai ka fëmijë dhe Allahu nuk është i lindur e as nuk lind. Kur ka thënë se e bën atë që nuk e bën Allahu, ai ka thënë të vërtetën, sepse ai flen, ndërsa Allahu nuk flen e as nuk dremit. Kur ka thënë që lexon salavate pa abdes, ai ka thënë të vërtetën, sepse dërgimi i salavateve për profetin dhe ehli bejtin e tij nuk kanë nevojë për abdes. Sa bukur na mëson Kurani kur na thot në surën Huxhurat, ajeti 6: O ju që keni besuar, nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë, në është i vërtet, për të mos i bërë dëm dokujt pa dashje, e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë.